Me përfaqësu Radio Televizionin e Kosovës ka qenë privilegj në Eurovision si vjet. Me të vërtet, kur e ki qëllimin e mirë, motivin e mirë, mandej edhe të hapëm dyrt, jemi mundu mënyrën më të mirën të mundshme me prezantu së pari përfaqësuesin e Shqipërisë, Alisin, e mandej edhe gjithçka tjetër çka kemi pa interesant. Me të vërtet për neve ka qenë një mrekulli, një organizim i mirëfillt, me shumë detaje, me shumë sigurim, dhe gjithçka tjetër çka besoj edhe Alberti mundet mundal nëse bën edhe krahasim me vitet e kaluara, sepse për ne si herë e parë pak drejt me tregu na vi ke çudi gjithë ai protokoll së pari veç me hy brenda e mandej edhe me i realizu storjet. Ne si ekip, si shtregova, jemi mundu me dhonë maksimumin ton, urejtja kemi dal, kemi pas lidhje drejt për drejta, duke filluar nga mëngjezi i hershëm këtu në radio, mëngjezi i hershëm në televizion, më pas dite në televizion, në emisionet arktuse këtu në radio, në lajme qendrore në televizion, këtu sërish në radio, në përlajme, në programe speciale të Eurovisionit dhe ashtu jemi mundu me qëndru edhe afër me delegacionin shqiptar atje për me pasë si po zhvillohen gjitha provat, përgatitjet për me qenë Alisi sa ma mirë në skenë.